Pjeke në për vitëm, jo me trem kur nuk ditëm, rritet jem si shqipe malit, për ti dal zote vatani. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Kemi ardhur këtu në Ilsofen të Gjermanisë, një vendbanim me rreth 7.000 banor e ku banojnë rreth 15 familje shqiptare. Me njërin nga këto familje kemi ardhur ta vizitojmë, është familja Florim Thaqit nga Lugu i Baranit të Dugaxhinit, me cilën do ta zhvillojmë një intervistë rreth jetës së tij që bën këtu në Mërgjem. Mirë si një ardhë, Përshëndetje. Mirë, si ka lutë? Mirë. A mundesh me na tregu mirë përgjithësi? A mundesh me na tregu pak a shumë për qytetin ku jetoni, familjen, bashkëpunimin që keni me familje shqiptare këtu dhe punën që e bëni? Na këtu jem që 32 vite këtu në Ilsofen, Gjermanisë, mirë po kalojmë, mirë po i kena 13 familje shqiptare ku kalojmë shumë mirë. Vllahun e kam këtu që thash Kujtim Thaqin, djalin e vllavut e kam Fitim Thaqin, punojmë bashkë me punëtorën e firmë vogël e kemi këtu, me keramik punus, edhe mirë. Mirë, dhe tash mirë është. Faleminderit se për juve se keni gjetë kohë me na vizitu. Do të mundohem tash me ju tregu sa më shumë rreth Gjermanisë, rreth shqiptarëve, rreth kulturës. Apo na tregon pak çysh keni ardhur në Mërgjem, çysh keni vendosur në këtë vendbanim ku jemi tani? Sikur se dini edhe ju në atë kohë, në konë vitet shumë të shtira. Jem konë familje madhe, 7 fëmijë, në konë, dhe me thonë, 5 vllazë e 2 motra, kohë e shtira, ekonomia shumë e rëndë. Sikur se dini vetë, na nuk kem pas drejt në atë kohë, as me dalë me punu shumë, as me s'ke pas drejt me shit ku gjo, as me ble ku gjo. Nga terrori serb në atë kohë, dhe jëm detyru, dikosh për familjes me dalë. Dhe atëherë kem marrë rrugën, e unë vetë e kem marrë rrugën e Mërgjimit, dhe pe atëherë jëm që të një Ilsofen. Ka dash Zoti faleminderit edhe popullit gjerman se na ka dhënë mundësi shumë të mëdha me punu, me jetu edhe tash do bo familja, do bo fëmija, këtu jena mirë po kalojmë, këtu kum kryer shkollën atë për keramika, zanatin. Mirë. Secili shqiptar që është detyruar mu largu nga ai regjim, nga ai pushtet, secili ka historinë e vet në farë mënyrë, sa ka qenë e vështirë për juve mu ambientu këtu në këtë vend atë fillimet e jetës, pra shpërnguljes nga Kosova në Gjermani, me një jetë ndryshe, me një gjuhë të huaj, që ndoshta pak kush e ka ditë në atë kohë. Kur ke marrë në atë kohë këtë në vitin 92-93, shumë pak ka pas, më thoja, heq shqiptar, edhe tash ka në konë shumë kohës viteve 70 asë janar, po problemi madhe konë. Nuk kem pa gjuhë, pa asë gjo heq, po që është tash o konë një Gjermani tjetër atër, tash është neutralizu shumë Gjermania, ka nërë shumë të huje, bo shumë mëndyrë, atër konë shumë marranë konë kultura marranë e tyne, kem pas problemet noja me gjuhë, kem pas problemet noja me njerëz dhe sa na kanë pranu këto se në Gjermani, po tash mirë, ka ardhë koha mirë, atëherë konë koha e shtirë, shumë e shtirë, me gjithë punë, kërë në ardhë të në fillim, nuk kem dita sa na, vetë jem thona, bën me punu, me gjithë punë, me punu, dishka po s'kem dita sa, shpagesa, veç me morë në i pare, minimu familjes, atje si kem palon gjenje shumë të shtirë, sukur gjithë tjerë që jem dalë, edhe me dalë zëtë, me dalë sa ma krah familjes, që kjo koncili jonë. A keni menu në herë mu këthy të marrë parasysh përjetimet që kanë pësu familjarët e ju në Kosovë dhe ajo djeshmëria ju nga largë, që nësa nuk kena afër tyre në ato periudat vështira? Nuk konë në luft, me të kalëzu drejten në luft, i kom pasirë vlavën atje dhe babën, do koshërej se i kom, unë luft kom dash më këthy. Po në kanë thonë jo, baba, tha jo, tha se kena këtu bolë, tha ma shumë në vynë dima juve, tha me pare, me blia armatima, me bo, se në kom, në luft e kom edhe vlavën e kom dëshmor, Shpetim Thaqi. Atër arsyja konë këtu, një mu materialisht, se atër më kanë detyru, më kanë thonë si zbën më ardhër, dhe jemi këtu atër. Kemë punu edhe tash, jemi atër. Sa ka qenë e vështirë për juve që një pjesë me jetu të këto të hollave të cilet i ke fitu me punë, me djerës, me mund, edhe një pjesë tjetër pra me kontribu për çështjen e çlirimit të Kosovës? O konë
pagesa konë shumë e dëpë në fillim për me bashku pare, se kur s'ke me nuna diçka tjetër ma shumë këtu me bo, po veç atje minimu. Gjdo pare, gjdo sen tash Gjermanisë bjen, e kena morë, e kem menu për atje. Kem fill mas luftës, e kem dëtu shpia tapet, e kena bo jetën funksionale atje sa kena mujt, edhe gjithmonë e konë menja atje. Tek pas luftës ma vonë, atër u bon atë fëmijët, u bo familja këtu, jeta atë u detyruam në këtu me morë, me maru, me ndetu, me vazhdu jetën këtu tash. Sigur si peshe shumë shqiptarë, për fatë kesh, është dëmi malë, po ma shumë jena bo këtu tash se atje. Tash që tu, se falim na, dikun 25.000 kena qëtën që të fshatë. Janë shqiptarë të ardhe 25.000 nuk i gjonë qëllapek në fshatin tonë komplet. E to i që kena 13 familje, dhe më thonë, jena këtu komplet, jena vendosë tu, edhe që po shijet, vesti nëse vjen në kohë shumë e shtire, se mos besoj si këtheja. Ej, kemi adam edhe kullaj, nga qëta anë priten burar, e ta është në luft fundit e Kosovës në anë, duka qenë u bashkun tanë, nga Shqipëria vjen armatimi, ej, u shpendon ka duka qini. Apo na tregon çka bën kur të merr malli për Kosovën? Unë jam këngëtar, edhim kënë të gju, Florin Thaci si me në me folklor ka pak sa edhe në diaspor, e marrë sharkin e babës, dhe kënoj heke më zdri vitë që tonë, e kom bo si loj stani me hek mollin, një pjesë mollit të atë dheut, edhe i mrena atje e kënoj. Urna. Faleminderit. Që ti tash mrena, këto kom privatsin të me ma shumë. Këto kom i byrot vogël, dhe i tash po dalim në pjesën tjetër, se jo kanë dhe me ndëtu, po këtu edhe vijek nëja, se me ku maru këto kajt me ndëru, se kom edhe një pjesë Nërgova, atje jem rrit, një pjesë femeri, se kom qurë një konë Nërgova, kom jetu atje, edhe po ata qefa këtu me pru një pjesë vendindje, sa do pak me pas, me ek një malë vogël, bile, se shqeqim biron, që to kaloj një pjesë të madhe të kohës. Apo na tregon pak a shumë çfarë pune bëni këtu në Zyre? Po kem angebotat, që i vjen ofertat, ofertat që i bojmë për ndërtimtarina merë me keramika. Keramik punus, edhe i kem to që to planet që i kena, na japin ata, i kem planet edhe bojmë atë planifikimin, punimin e tyne, edhe punojmë me do arkitekta shumë të mëdha këtu. Mirë, jena 10 punëtor, komplet me mu, jena 10, mirë ka shka. A keni punë heq kështu, çu e siguroni punën, se ka plot për tyne që dojnë ashta me tenderat komunës, me tendera, apo thjesht me firma private, me biznesa, me klient privat? Kem pak me klient privat, për ma shumë punojmë me arkitekta, me arkitekt, me qytete, edhe mirë, ka darë zoti, mirë ka shkën puna shumë. Në kanë pranu këto në Gjermani mirë, këmë kuj shkollën të se të kalzova. Tash është djalli të bo majstra, edhe keramik punus, e kena këto diplomat të se kemë pa më morë, edhe mirë ka shkën, që shmë të thonë. Kem pas vështërsi tona për fillim. Mu pranu të arkitekta Gjermanë? Po, se disa kanë fitu besimin, se ta është na mos harro, se është pak problem këtë veshtim mbi emnin Thaci edhe e ka shembull Berga. Dhe dalin dy angebota aty dhe njoni, dy oferta, dhe thot, njoni Thaci, njoni Berga, ta është dihet kush ka përparësi, po veç me punë. Me punë edhe seriozitet, edhe kanë fitu, ta është besu shmerin. Tash punojmë na me arkitekta shumë të mëdhej, punojmë për Fave, punojmë për Mercedes, punojmë për shumë ndërmarrje të mëdha. Tash kur shkojmë më pak tregoj edhe objektet ku i kena. Me çeto lager kena fillu, këto kemi pa bëu pak më vonë. E tash
shumë pak vend, po duhet me dalë për këtu, ju të regojnë atë pjesën tjetër, ama këtu kena fillu mas pari, dhe më thonë, para 24-5 vjetë dikun, kemë fillu me firmë vetë, tash mirë ka shkën. Ej, deren hape buken sofer, te gjithë bashku mave moter, vin ka lapi e Drenican, Kaçaniku e Mitrovican, nga Preševa e Tetova, ej, gazdohan në troje tona. Qysh punoni zakonisht atë që është më shumë si biznes familjar? Po, biron e kryj unë edhe gruja. Gruja i bën pjesën pagesat e pjesën hyrëse dalëse për firmë, i bën gruja. Djali tash të kryj për majstrat, atë i ka përgjësit e veta ai, për material, përësin e materialeve, këto i bën edhe ai tash. Mu tash ka pak, unë ka shkojnë të më largu, i këmë bëtë dhe jetë. Mirë, po mirë në dhune, sot mujnë nuk largona njëra, mu tash ka njës djali ma shumë. Me hi tash, me morë përgjësi ma të mëja. Sa është lehtësuese për juve si prind, shumë. që dojnë fëmijat për ta ngjetë krajin në familje? Po, se tash edhe sa i përket pushimit, unë shkoj tash shumë ma herët në Kosovë, rri ma gatë, atë djali jo këtu. Krynë të detyra përgjësinë e këto i meraj ka i E ki kryt rahat që thojnë? Po, shumë, rri atje i qetë komplet, s'kom pengesat për para, kur ishim pushim atje, telefonata pa unal, thershin arhitektat, jo kjo, jo, tash o djali me timi kajt me to. Se emnin e ke morët vllaut e ka shpetim, e kem në vllaut dëshmor atje shpetim saqin, e emrin e vllaut e ka tash kjo e kem Ja keni për 3. e ka shpetim edhe ke. Sa bjen me shku në Kosovë? Po 2 herë, 3 herë vetë. Shkojmë tash shumicën viti të ri edhe në gusht, po tash kem nisur këto tash ka pak aprilli, maj që aty. Shkojmë ka 10 ditë, 2 javë. Tash si mas vjetëve me sa po ma bojnë. Sa ma i vjetër, muj ma gatë në nej. Apo doken mjaftueshme ato ditë që vorren? Pa mjaftueshme si janë kur. Po na si jenë diaspora me gjimtarë, këto na kemi problem më të mëdha, ne kemi datat. Unë gjithmonë i thëmë fëmijëve, ma pru zotin erë, më ndaj në Kosovë, si mos më këthy me datë, po unë më këthy ku du. Jo ku të se shto data plakin, besot plakin, ki më këthy me 17-in, ti sot rrish atje ti me nënë që ki më këthy me 17-in. Me të ki të këthimi? Gjithmonë të këthimi, e këtut ku të kisht, e dinë si mundësh me najt ti vetë sa dush në s'ki caktim. Këthejesh, du më këthy me të 15, këthejesh me të 15, në me të 20, s'ki caktim, a këtu... Nëse dhe nëse ne pa planifikune, e shtynë. E shtynë, rrinë, unë ka kom shumë raste që tash kohën e fundit kemë thonë dhe më shku nesër më ka të ajo dhe milionë një javë. Për para s'ke mujtë, u duft. O kone dash në më këthy, me respektu data. Me 17-in, u kujtash që tu si ka mo. Ta fal djallit e, kom edhe mista Gjevati e Gjevdeti, tash miki Gjevdetit o këtu, të më thonë familje. Nuk jam i detyruar gjithçysh më konë tash në këtu. Qëtu është kjo pjesa industriale si është, edhe këtu kem pjesën ku e përdojmë me ndërtu tash në firmën tonë, atë që ku është edhe sheja të haflisën. Qëtu i mojnë materialin, shumicën e materialit e mojnë qëtu bau shtofe. Që kjo është qendra e qytetit tonë tash për industri. Këtu në kanë dhonë mundësin shteti Gjerman për me ble tokën me bo. Më thash faleminderit pe këtyne se në kanë dhonë mundësi shumë të mëdha. Me arë pe Kosovë edhe me të dhonë shansë me punu, me mri diçka besa, me jetu o me bo që ta është kjo pjesë e tukës. Se kanë interes a këtave juve, po besoj. Shumë interes. Dhe për një punë në hakikat që thojnë. Këta për neve e na për tyne.
E këtu qëshe pot, 5 minuta kem pe i shpija atje dhe erëm këtë zonën industriale ta se kem. Këtu tash e kem tokën që në pjesë është. Dhe ju në kjo shenja, dhe në kjo të haflisën, e kjo pjesë ble ma shumë për djallë. Djallë ju ka du me vazhdu, me rrit, unë e minimum posat mëj, po djallë është përgjes tash. Në ljub parani të Adriani, komandanti Adem Jasharin, ju printrimave luftë ma i pari, Sali Qeku e lagimi, me koshore qelen kufini. Komandanti Kumanovan, vjen femiu e Edmond Hoxhan, sa shumë trima që s'vaj për memi, janë në zemër të këti veni. Kur folëm jashtë, the që mallin e Kosovës e hek me atë stanin që ki marru. Po. Po the që merresh ka pak edhe me muzikë. Unë është me nga tregu këtë lidhjen tonë që ki me muzikën. Po me muzikë, muj me thonë këtë pik lidhja, e kam fotografin këtu, baba, na për babë se kem, Sadri Salapeki, shumë këngëtar, breza të ri i ka dhonë, ja ka dhonë folklorin vazhdimësi edhe mu me ta. E ku morë Shakin Veglat, i ku morë me veti, dhe më thonë, e morë me muzikë, edhe më kanë mjetë më rritë me folklor, edhe po besoj me moj disa detë. Ja ku më lënë edhe djali tash, edhe djali me vetë ka pak me muzikë qështu, edhe mollin e heke me, këtë është molli dhe mërzia mollja ma Shakin. Këndoj me Shakin, me Çefteli, më shoj edhe violin s'ka pak, e qështu. Çka mon men për biseda me babën, çka të ka thonë për folklorin, për muzikën, për lidhjen që edhe që ka pas në atë kohë me... Po, moj mend shumë, se moj mend këngëtarët, shokët e ti shumë, zarë se falen dhe parë për Bajush Dodën, shumë shokë tina, si moj mend Shabash Shmonin, e kujtohet i Kadrimonin, shumë këngëtarë, si e nartë e baba. Edhe, gjithmonë kanë folë ata për me bo një stil, një sistem vetë vetja më konë. Në folklor, nëse vazhdojnë me kongën, sa të alon një amanet. Tha, pse, shka fra amaneti, tha, si thësha Farmaneti mërbur, babën e këmë pas si shok. Tha, mësë më në më bo Sadri Salapeki, se s'mund në shkur. Vetë vetja. Emnin tonë më e Florim, tha që nëse bon në isan me emnin tonë mirë. Se s'bon kur emnin tem, më se përdojnë. Kur më s'del mos, më thonë, jem djali Sadri Salapekit, se ti po thu, po s'mund është me majtë. Se ti thu Sadri Salapeki, njerëzit kanë qef, të ko djali Sadris, tash ti nashta kënon kjo qashtu. Kanë pritshmërit më të larta. Shumë ma shumë. E tash, komë në shumë raste kolege, shokë, si kanë emnat e bazë, po është pak problemi majtë. E për ata, që ata kom pitina, kom që ta manet, edhe sa ma shumë, thash, më konë vetë vetja, tekste me pas tuat, me kryu një deg tonën, një rem tonën, çdo list, do trung e ka një rem, se qëtë remat, e ki po, e më mujtë më konë një rem i sa jo mje vetë më konë. Cilat kanë këtë para e keni mësu në atë kohë dhe cilë është nështë dalimi për asaj kohës edhe tash që kënojnë, zakonisht shahirat? Po, atëherë unë kënu folklor, i pastër folklor. Tash, u përzi, shumë më përzi, tash i kanë, që shme thonë, tash përfitimet e ndryshme, besa kërkesat e shikuzve ndryshme tash. Ki pas kongë për para për lidhim kongën e Dem Ahmetit, e kongë vujtje dhe noja tash, jënë dalë kongë të reja, për lypin. Kemë edhe dëshmorëve shumë për fat kesh më pak, për kërkojnë ta për lypin kongë të reja që si dashnis. Besa
shpesh herë për i kërkojnë mosa për i shë vetë të lava me folklor. Kjo s'kudzon me përdojë të lava në këto. Se kjo është, me këqyrë tash këtë sharki kjo, krejt është e mush në histori. Ka të këqyrë, çdo pere dhe ka histori kjo. Krejt është histori e mushën. Me edhe histori trimnie, dhimbje, vujtje. E me mojë tash të me shti me kënu tash të muzikë se s'kënohet nuk banë. Që ata kom amanet për ti si me vazhdu me majtë folklorin e vjetën, mushin. Cilën këngë e kënën ma me qef, mas shumëti, ose që të prejkë mas shumëti nështë prej gjitha aty në këngëve që i kënë Po, në lidhë thash në për mes babës, kem pas këngë të vjetra në atë kohë Dem Ahmetin, kem pas shumë këngë Lugit Baranit, ona jo në kem pas ata, si hybni jo në këngë Lugit Baranit, se që aty të jem, po shumë këngë, ka pas Dem Sali, Sënën Lapi, shumë këngë babës, me kësot në nga për tyje shumë këngë vjetra. E vazhdojmë hala, po kem shtia këngë të herojve tash, si kem të rritë dëshmorëve. Mundohem vetë me shkru dhe këngë me pasë, me kënu, sa për mujmë. Apo kërkohet, apo ka kërkesa këtu në mërgat për këtë lloj zhani, për këtë lloj muzike? Po mirë se jënë brezat, thash na jënë një brez, thash 70-71 që aty si jem, edhe tash fëmija jonë e kanë marë për vazhdojnë, tash me shku në mbromje me këqyrë, 90% thoi e ki të ri, se për vinë shumë të ri, edhe ti lypin të kongë, si nuk të mërmenja, mu më kanë lyp një ditë një mbromje në kongë, do t'jem të ri një kongë, se me vjetë se kom dhimë kur halit gashin, këne ke bajë është da. Dhe më thonë, ka t'jem të ri, si për cilin ato kongë, ato tekste, i majnë për kjera, ti lypin ty ata kur shkojnë. është problem, është koqa problem kur shkojnë mbromje, se ka kërkesa ndryshme. Ta lypin Dem Ahmetin. Ti lypin Kajl Nikolën, kongën, ti s'mosh me rana ti desh ka lypin. Selmo Kadrina të gatën, jo të shkotën për të gatën. Sigur ka unë a juve, të edhin që farë, po do të më koni gash që mi kënu krejtë. A me nëne që për mes muzikës, mundi me shtu alo ma shumë në shtatë me thonë është dashnim për Kosovën, përveç vizitave që shkojnë atje, një familje me prunë edhe pak tradit, pak zakone, pak atmosferë të Kosovës edhe në Mërgat, edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, në çdo vend tjetër. Po për fatkeq, tash atmosferën pjabim na ju atje. Se na veglat, do mi morë pe këtujt atje, se mu as vegla s'kem atje. Dhe më thonë, na i kena në diasporë për ruën ma shumë. Ju ka ruën tradita, folklore, ju ka ruën më stëmë ma shumë, bis thuja 50-50. Se instrumentet ta na i kom këtu. Folklorike, krejt komplet me, tash me laute, me vikom vjeline, sharkije, qiftelie, krejt i kom këtu, atje s'kom. Një sharkije, kom ato, ma fort o ka ruë të. Edhe ka mbromjet në këndina, këndina dhe shumë raste, i përmenë edhe këngëtar tjerë. Kolegë të thënë në diasporë, o ka ruët ma shumë folklori si atje. Edhe o ka përdurat ma shumë. Në mitorit, o në rejë të një, ka në qajë mozina i prevë në feri. Kanë qalozje në prevë në feri, me buria në lasjeri. Mare me buria në mlel të tane, kanë qalozje gjalloj tane. Ata është një dy fjallë, dhe speciesim një kongë baba se këmë e ke. Dem Sali janë një shurë janë, të mirani nuse dhe kishë bani janë. Marat një nuse dhe kishë bani janë, Florima, për në kalëzën ku ndodhëm tash edhe çfarë pune keni bën në këto objekte? Ne këtu ndodhëm Shërbishall,
i faralagje e thirët im lehen, edhe këto objekte që janë punoj me firma Stauchbau. Është një firmë shumë e madhe se ata bojnë ndërtimin e vrarës, të na i kem keramikat. Jem keramik punus, e shtrihim tana pjesë me shkallën e naturshtajn pjesë natyrës, që e kem edhe keramikat. Një 2 objekte janë përfundu? 4 janë atje janë përfundume, tash janë këto 4 mu përfundu. Tash e kem qëtë objektin e madhe, se peshen edhe vete, edhe këto kënej, to tash kena mi kuj. Sa e merë ku me përfundu zakonisht? Tash të besaj që të dikon janë 4 javë dhe 5 dhe nuk onë e kuj me kjo. Një punoni bashkë me stafin? Po, tonin, se kena këta Gjevati, Gjevdeti, Timi edhe një nuk o këtu, edhe këtë djali vjen shpesh me neve. Plus e kema një pjesë, një firmë për Helvoni se në një mënë. Një ndërtuar që ata një 5. Si kontraktore? Ata punojnë për neve. Sa është e lehtë me punu me familjarë, do më thonë, edhe... Mirë është me familjarë kur kuptohesh. Na kuptohem me këta djemë shumë, jem që Gjevati pribon 10 vjetë gati, Gjevdeti 2-3, Timi ma rritë, o leo rritë që të me neve, edhe mirë, me të ka du drejtë mirë, kem gjetë një gjutë për bashkë, mirë. Këta punojnë ma shumë unë ma pak. Sa e në knaqën edhe pronartë, ata klientët të cilët ju besojnë punën, edhe po edhe banorë, të marrë parasysh që ju bëni punën edhe me banorë, me komunikim me ta. Po, se ata i kanë dëshirë, atë ka shumë banesa që janë komplet ndryshme. Mirë, po jena jem gacëm, me të ka du drejt, jena shumë gacëm edhe me da mendime me ta, më animu, njona dore lanë tjetën, ata në animojnë neve, në atyne. Mirë shumë nuk ka shkën puna me ta, edhe këta janë mirë kuptushëm me ta, i dojnë njerëzit shumë ta. Kem kunde shumë si lypin ekstra, e thonë e du filon, e du qëta, se jënë djemtuat dhe punojnë shumë mirë. Ta Gjermanët dhe pra morë parasysh, ta njerëz kuptuar është i mirë me ta, je i gacëm dhe mjënimu atyne, edhe ata janë mirë kuptushëm. Veç që kjo në mo neve gjallë, më të ka të drejtë se mësë më konë më mirë kuptu me ta në këto objekte nuk e merë. Se lunë rol qmimi, po lunë rol edhe sjellja. 50-50. Ka njëri se ka ndohë, ka unë i du 20%, 15% ka bo vakizin e konë një objekt, 20% ma shtrajt. Po ka thonë veç ta i du. Se po kaloj mirë me ta, s'kem të lashe kur, jena në gjenë me po nuk edhe të fund av t'javë, besa dhe festa ka njëherë. Mjë dalë në fjallë. Sa jo rinë gati këta banorë, gjermanët, nacionalitetet tjera, për dalim nështë ta për Kosovë, që shina mësu atje që ku t'jeni mjeshtë, ku t'jeni pëntorë, më nuk ashtu me nejtë gati që shumë asë njërti ma të tradita tona. Edhe këta nuk janë shumë nëryshe, edhe këta rinë shumë gati ku sjellësht i shumë mirë, të je sjellësht si njëri shumë mirë me ta, je i përgaditun në këtë farë mënyrën e mjeshtrisë, po mendoj, je i përgaditun të edhe këta të vlerësojnë. Edhe rinë gati, po thëmë, 99% si në Kosovë. Qashtu e ki falënderimin të këta sukur atje. Nuk ka ku gjë mongin, më thonë, shumë i kanë sjellet e mira. E ta do me fitu besimin. Kur e fitojnë besimin, këta nuk ka problem kur. Kur e se besojnë ta dhe thëtë, qëta kryje dhe unë e po shkaj, së rënë me ty jaj. Se besimi është kajtë në pyqet. Në Kosovë është besimi. Ti ku ti thush dikuj, adhe për në kuj ma qëtë banja në shpiti për beson ati, se pështin banja është, më thonë, ma intime në shpi. Po pjesa ma delikate. Delikate në shpi. Ai për të hap ty besimi se me iti në shpi, edhe me hinë banjo, edhe me hinë a për dhoma të fjetë, edhe gjithë konë, po të beson. Edhe këto që shto. So objekti, a keni në statistikë, sa keni ndërtu dhe i tash, ose sa keni në plan me ndërtu? 23-4 vjetë se punojmë nuk ka shansë, nuk ka, s'moj me ditë kërë. Ka shumë në vjetë, që si objekte ose pesheti në vjetë, i krymë 15-20. S'ka shansë me ditë. Se na punojmë objekte ndryshme, tash kalzova kemë edhe salonet kjerë. Se punojmë salonet kjerë të noje, kemi Mitsubishin, që të në Hesental, o shumë e madhe, ato kem na, mojmë non-stop, e kem Faven, se kena punu, ta shkojmë edhe pak e sheni, kena fabrika shumë maja si Burger King, se është Burger, na e kem komplet, e kena edhe, është edhe i farë firme,
Edhe thirrët bërga, amo në tjetër drejtim, kena ospedias vetë shkolla, kem shumë shkolla, si kena kry. Në kryesisht në këtë rrethin. Dej në 50 km në këtë rrethin, ma shumë s'kem shansë më shku. Së mrejnë? Ja, s'ka shansë. Ja, nuk ka shansë. Muj me thonë në këtu, sa i përket në firma, jena një dhe më të mëdhajat, sa i përket se mojmë objektet më, se 10 vetë po na punojmë shumë. Punojmë shumë, jena tempo në kemë qasi tempo, kemë se punojmë shumë. Drejko, faleminderit. Edhe juve faleminderit shumë, edhe na keni bo qefin shumë se një ardhë. Faleminderit shumë për mikpritje. Faleminderit shumë. Faleminderit. A unë është po prezentu mas pare? Unë jam Gjevdet Ahmeti, nga fshati Kralan, komuna Gjakovës. Jam që afërsisht 2 vite këtu të firma të Haflisën. Kemi lidhje dhe familjare me Flërimin, me pronarin e firmës edhe punojmë këtu që afërsisht 2 vite. Jemi shumë kënaqur me kushtet e punës, me raportet që i kemi si në firmë, si jashtë firmës, edhe gjithçka shkon sipas rregullit. Jemi shumë kënaqur me gjithçka që punojmë këtu bashkë edhe i harmonizojmë punën bashkë, gjithçka është në rregull. Sa ka qenë vështirë me kap zanatin që thojmë na ashtu në Kosovë, të marrë parasysh që ndoshta këtu në Gjermani pak ma ndryshe ndoshta shkon puna se sa atje. Po nuk o kanë shumë e vështirë se kur punon me një grup që kem raportet mira, atëherë nuk është e vështirë asnjë grim. Edhe do më thonë kemi pas këshilla shumë të mëdha si pe i Florimit, si pe i Gjevatit, si do më thonë përgjithësi këshillat e tyre dhe angazhimi jam kanë arritë që mi marrë një zanat që është shumë i mirë edhe e bëjmë gjithë qef të profesion.